Seanca parlamentare e kësaj tente në Kuvendin e Shqipërisë u zhvillua me debate sa i përket paralajmërimit të bërë nga Ambasada Amerikane në Tiranë për sulme të mundshme që grupet të lidhura me regjimin iranian mund të ndërmarrin ndaj vendit tonë. Opozita e ka cilësuar si një paralajmërim serioz dhe kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa mazhoranca nga ana tjetër thot një zëri se nuk ka vend për panik dhe se aktualisht ndaj Shqipërisë nuk kanoset asnjë rrezik. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi në kuvend prezencën e kryeministit Rama, për të cilin thot se duhet i jap llogari se çfarë masash janë marrë për të garantuar sigurinë vendase. Partia Demokratike ngrev në pikpyetje koordinimin e shtetit shqiptar me Amerikën pas deklaratës së djeshme të dhënë nga qeveria se njoftimi i ambasadës së SBA-s është një hamendësim. Përpjekjet për të diskredituar informacionin zyrtar të Shtetit Bashkuara të Amerikës si hamendësim e bën Shqipërinë qesharake në rastin më të mirë. Në rastin më të keq jep mesazhin se qeveria shqiptare nuk ka bashkëpunim me aleatin ton strategjik në fushën e sigurisë apo aq më shumë mes dy partnerëve strategjik antar të NATO-s nuk ka besim mes njëri tjetrit. Prandaj mesazhi politik që dha dje Edi Rama dhe që ministri tha kemi një reagim e s'kemi pse diskutojmë më tej përmes zyrës shtypit të kryeministrit është që shqiptarët nuk duhet i besojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjet sigurisë dhe se nuk duhet i kushtojnë vëmendje njoftimeve të tyre. Bardhit ju përgjigj Tauland Balla, i cili tha se Shqipëria është një aleate e palëkundur e SBA-ve dhe se ka pasur mbështetjen e tyre sa herë Shqipëria ka qenë shënjestre e Iranit. Në mënyrë të përditshme, në komunikimet e tij publike, në rrjetet sociale të Departamentit të Shtetit, pjesa e zyrës konsullore, prej fillimit të marsit, i ka njoftuar dhe njofton në mënyrë të përditshme qytetarët e vet në të gjithë botën se mund të jenë target i sulmeve të regjimit iranian, ndërkohë që ajo që duhet themin e sot me të njëjtin zë është që po Shqipëria është aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti Trump në të gdhirë të ditës sotme ka qartësuar hapat e mëtejshëm në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ecin në këtë drejtim. Ne përshëndesim presidentin Trump në atë ndërhyrje historike sa i përket asgjësimit apo pamundësimit të regjimit Iranit për të qenë një rrezik për paqen, stabilitetin në lindjen e mesme dhe jo vetëm. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë Për mediat foli dhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, i cili tha se njoftimi i ambasadës amerikane në Tiranë është një njoftim i zakonshëm dhe nuk ka vend për shqetësim. Nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për të pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur në botën ndodh një situatë tepër vështirë. Zotë ministër, keni sulmohen? E kuptoj. Besoj që kjo kërkesë ka shkuar për të gjitha ambasadat e Shtetit Bashkuar në Europë dhe besoj që kjo vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në të gjithë Europën, nuk është vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që jo. Nuk është informacioni i saktë. Informacioni i saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim të prerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale.